që të gjej mundësi për të bashkëpunu me deputet individualisht. Pra që mund t'jenë eventualisht nisma që vazhdon t'jetë një adres për lëvizjen e vetëvendosje, por nuk është se e ka përjashtuar për dallim nga parti tjera, dhe normalisht deputet individualisht nga partitë opozitare, qoftë LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, apo kushdo tjetër, qoftë edhe nga ato pakica jo serbe, cilat normalisht nuk e kanë mbështet Kurtin as në procese tjera. Por që të them drejtën, Esmeralda, gjasat janë të vogla që të ndodh një gjë e tillë, por gjithmonë ekziston një mundësi që të ketë qëndrime ndryshe nga deputet caktuar, dhe kjo mund t'i sjell eventualisht një qeveri të re Kosovës, por që të them drejtën, nëse kemi parasysh fuqinë e numra pastaj, gjasat që jetë gjatë janë të vogla, pra maksimumi mund të mbjetoj deri në pranverën e hershme të... Jo, po them mund të gjej 3 deputet, por e ka të vështirë më pas të gjej dhe 20 të tjerë. Në moment... Kjo është problemi, pra po them edhe nëse ndodh një gjë e tillë që zoti Kurti ta arrit krijoj, le të themi, marrëveshje individualisht me deputet caktuar, qoftë me nismen edhe deputet e tjerë që mund vinë nga LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, apo edhe ato të pakicave që nuk e kanë mbështetur, normalisht duke përjashtuar gjithmonë listën serbe, sepse nuk është në asnjë variant pjesë e komunikimit të lëvizjes vetëvendosje. Atëre pra po them, kjo qeveri me numrat që do të ketë, me fuqinë që do ta ketë, pra do të jetë realisht një qeveri pothuajse ta quajmë lirisht e pakicës, pavarësisht që lëvizja vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve, por për nga fuqia numrat do të jetë e pakicës, sepse do ta ketë problem të kaloj secilin ligj, secilin nis, secilin proces që vjen në kuvend, dhe normalisht kjo pastaj një farforme kufirin e mundësisë për të mbijetu do ta ketë në fillim të pranverës, kur edhe paka shumë është afati kur i përfundon mandati zonjës Osmani, dhe me pas parlamenti duhet zgjedh një president të ri, dhe me këto vota që ka zoti Kurti në këtë rast, përfshi edhe ata deputet që eventualisht po them mund t'i gjej për t'i ndihmuar ta krijoj qeverin, nuk i mjaftojnë për ta zgjedh presidentin apo presidentin e ri. Kështu që në këtë aspekt kam përshtypjen që zgjedhjet jashtëzakonshme janë të pashmangshme, vetëm mbetet të shihet nëse do të kemi zgjedhje eventualisht këtë vit apo në fillim të vitit ardhshëm, apo le të themi në pranverën e hershme të vitit ardhshëm. E kuptoj. Nëse zoti Kurti nuk e krijon qeverinë, çfarë thuhet në kampin opozitar? Janë ata të gatshëm të krijojnë një qeveri deri në zgjedhjen e presidentit? Nuk do tentojnë fare, çfarë ndodh? Nuk besoj që do të tentojnë. Esmeralda paka shumë ka pas edhe deklarime vazhdimisht nga gjitha partitë, fillimisht për faktin se ata janë të vetëdijshëm që po ashtu edhe kampi opozitar nuk ka votat mjaftueshme për të krijuar një qeveri. Shto kësaj që le të themi Lidhja Demokratike si partia e tretë, vazhdimisht e ka proklamuar idenë për një qeveri gjithëpërfshirëse, po asnjëherë nuk është se ka qenë dhe aq e gatshme që të futet në një qeveri të opozitës, ndoshta kërkesa më e madhe kryesisht ka ardhur nga PDK-ja dhe AK-ja, por që në anën tjetër edhe ata janë të vetëdijshëm që janë problem, pra e kanë problem çështjen e numrave, pra as vetë partitë opozitare nuk, eventualisht po them pa listën serbe, e kanë të pamundur që të kenë votat sigurta për të krijuar një qeveri. Shto kësaj që kemi pas tashmë edhe deklarimet e zotit Abdigjiku, zonjës Shitaku, gjatë ditës së djeshme, që të dy e kanë bërë të ditur që nuk janë të interesuar që të marrin të drejtën që ju takon, këtë rast PDK-s, që eventualisht mund t'i bashkuoj pastaj LDK-ja dhe AK-ja në një nismë të tillë, por është bërë ditur paka shumë që nuk janë të interesuar, dhe kjo normalisht vjen për shkak se edhe në kampin opozitar nuk është se janë homogjen, po them, në qëndrimet e tyre në karshi Kurtit, dhe kjo është vërtetuar disa herë, përderisa le të themi LDK-ja ka kërkuar qeveri gjithëpërfshirëse, por nuk ka qenë e gatshme të bëhet pjesë e një kampi opozitar që mund të krijojë një qeveri. Në anën tjetër, po ashtu ishte LDK-ja ajo që i ndihmoi lëvizjes vendosje për të zgjedhur zotin Rashić,
ndërkohë që më herët ishte PDK-ja ajo që i ndihmoi të votohej zoti Basha sekretar kuvendi, pra nuk është se kanë qenë në një vijë edhe partitë opozitare, kështu që parimisht tashmë mund ta themi me plot siguri Esmeralda që nuk ka gjaz dhe kanë përshtypjen që nuk janë as të interesuar realisht që ta shfrytëzojnë të drejtën, edhe nëse eventualisht po them zoti Kurti dështon të mbledh votat e nevojshme dhe me pas zonja Osmani mund ta kaloj mandatin tek partia e dytë, por besoj që përgjigjet do të jetë jo, sepse paktën duke pas parasysh që i takon PDK-s si partia e dytë, në të kohë PDK-ja është partia që është më së shumti e interesuar që shkojnë zgjedhjet jashtëzakonshme. E ka thënë disa herë, ka thënë zoti Krasniqi edhe në seancën kur zoti Rashić u zgjedh në kryetar nga pakica serbe, që pavarësisht se nuk është i sigurt sakt, sepse nuk duhet harruar Esmeralda që ende është në lojë gjykata kushtetuese, pra nuk përjashtohet mundësia që të kemi eventualisht masë të përkohshme ose ndonjë vendim që mund të bllokojë përsëri procesin, qoftë edhe të asaj çfarë zoti Kurti ka këto 2 ditë që i ka ngel, ose edhe pas përfundimit të seancës që eventualisht mund të votohet ose jo qeveria e re. Prapë kjo nuk do të thotë që kushtetuesja nuk mund dalë me një vendim, kështu që zoti Krasniqi ka thënë edhe pas asaj seance kur u zot zoti Rashić që nuk është i sigurt se gjithçka ka qenë në rregull dhe kjo mbetet të qartësohet nga juristë dhe nga njerëz të kësaj fushë, por në anën tjetër ai ka përsëritur edhe një herë se zgjidhja më e mirë janë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Edhe aty normalisht do duhej që të mateshin përsëri forcat e gjitha partive politike dhe me pas ndoshta në një, le të themi, konstelacion pak më ndryshe, sepse nuk pritet të ketë ndryshim të madh të drejtën. Sa i përket numrave, mund të ketë një rënje të vogël televizive vendosë, eventualisht rritjet e partive opozitare ose e kundërta, por kjo nuk është se do të sillte ndonjë zgjidhje kushtetuese çfarë, por megjithatë kjo pastaj kanë përshtypjen që mund t'i hapte, le të themi, rrugë ndonjë bashkëpunimi pak më lehtë, sepse kanë përshtypjen që të gjitha partitë Esmeralda janë vetëdijsuar nga ajo çfarë pam ne në zgjedhjet në shkurtë, dhe sidomos me fushatën e atyre zgjedhjeve, që në parim jo pak prej tyre kanë qenë gabim, sidomos me fushatën që kanë bërë, gjuhën që kanë përdorur, dhe kanë përshtypjen që pasojat e atyre veprimeve, asaj gjuhe polarizuese do të thoya që ka shkaktuar goxha probleme, le të themi, në shoqërinë kosovare dhe në politikën ditore kosovare, kanë përshtypjen se kanë marrë një mësim deri diku që të jenë ndoshta më të kujdesshëm, sepse në situata të tilla duhet bashkëpunim, në momentin kur ti nuk e ke mundësinë dhe fuqinë që të ecësh tutje i vetëm, dhe kjo të paktën ndoshta do t'i hapte mundësi bashkëpunimeve të reja që pastaj ndoshta nuk do të na sillnin në situatë të tillë siç jemi tash e 8 muaj. E kuptoj. Mirë, edhe një pyetje tashmë pak më teknike. Gjykata kushtetuese pritet të marrë ndonjë vendim këto ditë përpara të dielës sa i përket asaj ankese të bërë nga lista serbe? Ka ndonjë informacion? Normalisht do duhej, sepse gjykata kushtetuese po e trajton këtë lëndë, sepse fillimisht u konsiderua që nuk ishemi shumë të sigurt nëse lista serbe do dërgonte ankesë, dhe pse e kishte paralajmëruar në farë forme ditën kur u zgjodhi zoti Rashić, dhe në parim i bie që dikun në ditën e fundit e afatit, por në ditën e 7 apo të 8, sepse janë 8 ditë afat nga